Çfarë i tha Ibrahim Rugova Hashim Thaqit gjatë Rambujes? Thaçi tregon detajet e takimeve të tyre. Një rrëfim i veçantë për marrëdhënien mes Ibrahim Rugovës dhe Hashim Thaqit gjatë konferencës së Rambujes në vitin 1999. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaqi ka treguar disa detaje nga takimet që kishte zhvilluar me presidentin e atëhershëm të Kosovës, Ibrahim Rugova, në ditët e konferencës së Rambujes. Në një intervistë ekskluzive për Debat Plus me Ermal Pandurin, Thaqi ka thënë se me ftesë të Rugovës kishte zhvilluar 3 takime në kështjellën e Rambujes. Sipas rrëfimit të tij, takimet zhvilloheshin në mbrëmje në dhomën e Rugovës, ndërsa pjesëtarët e tjerë të delegacionit ishin duke darkuar. Dhe pikërisht gjatë këtyre takimeve, sipas Thaqit, Rugova i kishte kërkuar që të vazhdonte me kërkesat e tij në negociata. Thaqi ka treguar edhe fjalët që sipas tij, Rugova i ja kishte thënë atëherë. Po më duhet me pas pak kujdes prej këtyre tmeve, po flasin ka pak si tepër në për korridore. Syri dhe shpirti i keq është çdo kund, po ti grahi me kërkesat e tuaja, unë jam gati. Sipas Thaqit, këto takime mes tyre u zhvillua në një prej momenteve më të rëndësishme të historisë së Kosovës, ndërsa Rambujeja ishte në qendër të përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Por çfarë po ndodhte në prapasken dhe pse Rugova i kërkoi Thaqit të vazhdonte me kërkesat e tij? Ky është rrëfimi që Thaqi ka sjell pas shumë vitesh.